Skena kaosi raportohet se ka ndodhur në fshatin Vorizja të Heraklionit, Kret, Greqi, ku si pasojë 3 persona kanë humbur jetën dhe rreth 12 të tjerë janë plagosur. Bëhet me dije se të shtënat me armë zjarri kanë ndodhur mes 2 familjeve, të cilat prej muajsh kanë qenë në konflikt të hapur. Pavarësisht ndërhyrjes së forcave të shumta policore, lufta mes familjeve vijon ende në zonë, ndërsa raportohet se janë hedhur mbi 2000 plumba. Dëshmitarët thonë se dëgjohen vazhdimisht të shtëna me armë zjarri në zonë. Në mesin e viktimave janë 2 gra dhe 1 burr. Njëra prej grave dyshohet se ka humbur jetën pas një ataku kardiak nga frika, ndërsa njëri nga 2 burrat është njëri nga autorët që hapi zjarr. Sipas raportimeve lokale, midis të plagosurve kishte edhe fëmijë. Të plagosurit janë transportuar me ambulanca në qendrën shëndetësore Moira dhe qendrën shëndetësore Axhia Varvara, të cilat poruan nga policia për të shmangur incidente të tjera. Raportohet se banorët e fshatit, edhe pse në panik, po ndihmojnë në transportimin e të plagosurve, duke përdorur edhe automjete bujqësore për t'i çuar në spital. Sipas të dhënave paraprake, konflikti ka nisur që prej 1 viti, ndërsa përleshja e sotme besohet se është hakmarrje për një shpërthim që ndodhi mbrëm vonë në një ndërtesë në ndërtim në të njëjtin fshat. E gjitha filloi të premte në mbrëmje, kur në fshat u krijua kaos për shkak të zhurmës shurdhuese të bërë nga shpërthimi, i cili ndodhi në një shtëpi në ndërtim e sipër. Të nesërmen në mëngjes, një grup njerëzish nga një familje e madhe fshatare rrëmbyen armët dhe filluan të qellonin në shenjë hakmarrjeje. Forcat speciale të policisë arritën të hynin në Vorizja disa orë pasi filluan të shtënat dhe kanë rrethuar fshatin dhe kanë kërkuar autorët e gjakderdhjes. Vërehet se masakrat të kujton hakmarrjen vdekjeprurse të vitit 1955, ku brenda pak orësh 6 banorë të fshatit të Riziti humbën jetën, ndërsa 14 të tjerë u plagosën.